Dale, shiko me vëmendje dorën e Megit. Shiko me vëmendje dorën e Megit. Ja, si e shini? Ka ule më poshtë ashtë. Wow. Happy birthday Aulona, një urim nga studio e Përputhen, një puthje në buzë me Megin, edhe videoja në fakt është diskutuar, komentuar, edhe sigurisht që nuk ka asgjë të keqe në këtë video, sepse kemi parë disa puthje televizive, Po Megi është hera dytë që shohim publikisht. Dancing with the Stars, është puthër në Dancing with the Stars, po. Kemi pas dhe mes çunave, për shembull Dori dhe Devi kur filluan fiksin, bën një puthje, domethënë ka ndodhur disa herë. Ti Lila? Unë të njëherë puthën në buzë. Me ka jep puthje në buzë? O zot, deklaratët e mia. Jo, me shoqit për shembull kemi bërë puthje në buzë. Po jo kështu, okay. Jo French kiss, po kështu baby kiss janë normale. Zemra ti tani e the dhe në imagjinatën e çdo mashkulli nuk ekziston kjo baby kiss. Baby kiss, po them, është normale. Pas videos çfarë imagjinate krijohet? Unë kam inat që mua për ditëlindje më japin tort tash, vaj. Pse çfarë do ti puthje? Puthje blet. Nga shokët e tu? Nga Megi. Nga Megi, nga Vashti. Tani Aulona e dashur të uruam shëndet para sekës për ditëlindje. Dhe gjithë të mirat, domethënë, por e vure shumë shpejt në zbatim motor urimi. Ç'është kjo? Ishte shumë më duk shumë cute. Mua më pëlqen. Për mua nuk zgjati mjaftueshëm. Dije ti mund ta vësh në lup atë pjesën. Imagjinoje tërkohës. Gjithkohës. Mua më duket okay, kemi arrit në një farë niveli mendje hapur. Kishte asgjë për mendje hapur, si ishte shumë baby kiss, edhe shumë shumë dashni pash. Pranaj Megi është e veçantë. Dhe në momentin që Megi thot unë jam shumë e vështirë që të pëlqej dhe të dua dikë, por kjo nuk më ndodh me Aulonën, tregon shumë për një shigjetar si Aulona. Dhe një binjake si Megi që janë gjysma njëra tjetrës. Po Aulona vajti shumë kështu se unë kam të vështirë të pëlqej të dua dikë dhe Aulona e tha, hajde këtu. Hajde. Hajde sqarojmë një. Më kardinale si energji. Të ma bënin mua atë do shkrihesh ai. Tani kemi një tjetër temë, po nga përputhen, pra Lei, domethënë puthet me shoqet. Po puthet. Nuk duket normale. Të puthesh me shoqe. Jo, me thënë të drejtën, jo. Nuk po them. Ti tani e puthur me atë shoqen time? Me Adelën? Na kanë nxjerr lajme një herë që unë e Adela jemi puthur, pa. Po unë ju kam parë. Ishte baby kiss. Unë ju kam parë. Ti mi ka parë. Kur vije aty ku kemi qenë atëherë. Tani se këto muhabetet e brendshme. Ka qenë në dollap. Jo, nuk ka qenë në brendshme, kam parë. Kur salutoheshin, ka qenë kështu. Ti vet? Jo. Unë mezi puth njerëz, unë vetëm përqafoj, kam qef përqafoj, puthje se jam si i hidhur, kështu nuk kam qef puth njerëzit. S'ke qef. Vetëm njerëzit që kam shumë lidhjen time. Po ti Jonida si nuk të pyetëm ty. E thash unë, jo, nuk ka ndodhur, nuk para puthem në buzë me shoqe. Baby kiss kështu thjesht edhe kur ki pi, edhe je drank. S'kam pi, drank, se di, nuk. Si ka rast. Jo si ka rast, nuk mendoj. Ose nuk i kam pas shoqet puthanjose dhe puthanjose. Unë nuk po them nevojë çdo herë që pi, po ndonjëherë ka qelluar. Unë për shembull po të pi varet nga shoku. Nuk më ka ndodhur, domethënë. Se di, ndoshta mund të kisha dhe rastisur, po të kisha mendje të mirë shoqet, po. Ka qenë gjitha serioze pa Jonida. Kështu që ju shoqet e Jonidës asnjëra nga ju nuk janë. Ta kishit menduar motrani dhe shoqeni. Jonida që afrohet një shoqe e bën. Çfarë kam unë që nuk më puthni në buzë ju shoqet e mia? Turp të keni. Si e tregoni dashurinë ju? Jo, nuk mbaj mend, sinqerisht nuk mbaj mend të jem puthur në buzë, domethënë bëjmë shaka, humor, edhe kemi pirë dhe jemi përqafuar, po. Ose pa dashje për shembull. Po, pa dashje mund të kem puth dhe ty se jemi nisë të njëra faqe dhe kemi përfunduar buzë. Po them kështu. Un po them për puthje që është e mirë menduar dhe po nisesh për në buzë. E ke nisur për në buzë.